intervistë tepër nga Gita Duma, duke se kemi zbuluar një pëlqim të ri. Po flasin për intervistën e famshme mes Albano Bogdos dhe Gita Duma në podcastin e saj. Aktori i njohur i humorit, Albano Bogdo, ka folur hapur për jetën e tij sentimentale me Gita Dumën, duke surprizuar me një rrethim të sinqertë për 4 fejesat dhe raportin e tij me dashurinë, por duke qartë që ai shpreh një pëlqim të madh kundrejt Gita Dumës. Ajo shpreh se janë fejuar 4 herë, duke theksuar se cila histori ka qenë rëndësishme në mënyrën e vet. Bogdo foli për arsyet pse lidhjet e tij nuk kanë funksionuar, duke kundërshtuar perceptimin se është i paqëndrueshme. Më duan shumë njerëz, thjesht nuk kanë funksionuar. Unë kështu funksionoj. Nëse nuk më pëlqen, nuk mund të ndryshoj. 75% e vetes që të ndihesh ti e lumtur. Ç'kuptim ka bota nëse unë si jam vetvete ta shijoj? Ai e pranoi se dashuria ka nevojë për nuanca, madje edhe për pak toksicitet, por vetëm deri në një pikë. Kur bëhet pak më shumë se duhet, pastaj nuk duhet më, tha ai. Një nga momente më të ndjera të bisedës ishte kur Gita Duma e pyeti drejt për drejt nëse në këtë fazë të jetës mund të bëhet baba. Bogdo pranoi se për vite me radhë ka pasur një frikë të madhe që të lidhet me figurën e të atit. Por gjërat ndryshuan pasi komplimenti që Gita Duma i bëri atij duke i thënë: "Ti je një njeri me shumë vlera, njeri i veçantë dhe një mendim shumë të thellë." Gjë që ka bërë Albano Bogdon të vijë bisikletë dhe t'ia kërkojë asaj që ta ripërsëritë një herë. Dhe madje ajo drejtua drejt kamerës, duke ngritur 2 gishtat e mesit dhe duke u tallur me gjithë djemtë të cilët janë të joshme Gita Duma dhe duke u thënë: "Ua mora." Pra duket qartë që Albano Bogdo ka një pëlqim shumë të madh kundrejt Gita Dumës dhe shumë persona të tjerë, për shkak se ajo cilësohet një nga femrat më të bukura në Shqipëri. Po ju, çfarë mendimi keni për këtë ngjarje? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re të kanalit ton. Ju faleminderit.